stafit tim drejtues për një përgjithshme, mbajtur qëndrim që prokuroria do të vijojë hetimet lidhur me këtë rast. Vjen një sistem i vazhdueshëm i LUS për të vijuar për mos të vijuar hetimet. Është drejtë çdo ambasadorit të mbrojë investimet e vendit të tij. Është e drejtë, por jo të pengojnë hetimet të lidhur për çdo rast. Megjithatë është në drejtën e çdo ambasadori që të vijë dhe të shqetësohet për çdo investim që mund të ketë përqindje amerikane. Me sa di unë është kanadez, megjithatë stafit më verifikoi pak Bankers Petroleum në çfarë pronësie ka. Po? Kjo ishte dhe një ndër problematikat e tjera. Pra ambasadori Lu është ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri, ndërsa biznesmeni ishte kanadez. Biznesmeni ishte kanadez, po, sepse është mazhorancë kanadeze, me sa di unë. Nuk mund të thuash. Po mund të ketë përqindje amerikane brenda. Pra nuk mund të thuash se këto janë të gjitha rastësore. Dokumentet që mbanë. Po, ky dokument që është publikuar nga Gazeta Dita është letra që ambasadori ju ka çuar duke ju kërkuar që ju të jeni të kujdesshëm me këtë dosje. Në fakt, pyetja ime është, e keni nxjerrë ju këtë dokument, zoti Lalla? Ai dokument nuk është nxjerrë nga zyra e prokurorit përgjithshëm, po fakti që dokumenti është bërë publik prej mos e 2 vjetësh dhe ambasadori Lu nuk ka reaguar as edhe një herë. Në fakt, tregon se ai ka pranuar atë çfarë ka shkruar çfarë është bërë. Atëherë, zoti Lalla, si shpjegohet që 2 javë mbasi ka ndodhur kjo vizitë, në fakt në qoftë se i referohem edhe kësaj letre, ju i keni mbyllur hetimet për Bankers Petroleum. A keni mbyllur ju për të bërë një favor në këtë rast? Pra a keni shkelur ju ligjin për të bërë një favor ndaj, po e quaj, një biznesmeni apo një diplomati? Nuk jam mbyllur pikërisht mbas 2 javë, po është mbyllur. Ky hetim ka përfunduar nga prokuroria rreth gjyqësor Fier. Mendoj se në përfundim prokurorët përkatës duhet të kenë arritur edhe për shkak të shantazhit që të kësaj natyre. Është arritur dhe për arsye të kësaj? Mendoj se po. Pra nuk është mbyllur ligjërisht tamam siç duhet, por është mbyllur në presion, Prokuroria e përgjithshme ka vlerësuar dhe ka në proces rivlerësimi, pavarësisht se me ligjin aktual janë hequr mjaft kompetenca të kësaj natyre për të shfuqizuar vendimet e prokurorëve më të ulët, po sheh mundësinë e shfuqizimit të vendimit dhe rikthimit të hetimit. Përse e bëni publike këtë çështje pikërisht tani, zoti Lalla, që ju hoq viza amerikane dhe nuk keni folur 2 vjet më parë? Dhe a keni vënë ndjeni zyrtar të tjerë të lartë shtetit për këtë që ka ndodhur? Kjo është problematik që i përket pikërisht institucionit të prokurorisë, në cilën ne duhet të reagojmë dhe do të reagojmë brenda kompetencave që neve na jep ligji. Ndërkohë që në letrën tuaj thoni zoti Ralla që ky veprim i ambasadorit Lu është vijim i sjelljeve shantazuse që ai ka prezantuar ndaj institucionit të prokurorisë për